Menta është një bimë e lashtë e njohur që në kohën e egjiptianëve të vjetër. Në botë ekzistojnë rreth 30 lloje mentesh, nga menta e zakonshme dhe ajo e piperit deri te menta e limonit dhe ajo me aromë çokolate. Çdo lloj mente ka aromën e vet të veçantë, por të gjitha kanë një të përbashkët: freskojnë trupin, shqetësojnë mendjen dhe përmirësojnë tretjen. Gjethet e saj përdoren për çaj, për vajra aromatik, balsam buzësh, madje edhe në gatime. Në mjekësinë popullore, çaji i mentës ka ndihmuar për shqetësimin e dhimbjeve të kokës dhe ftohjeve. Menta përmban një përbërës natyral që jep ndjesinë e freskisë dhe pastron frymëmarrjen. Ka efekt qetësues për trupin dhe mendjen, lehtëson dhimbjet e stomakut. Mund të përdoret gjithashtu për aromaterapi, si shtesë në pijet freskuese, sallatat dhe si dekorim në gatime. Çdo gjethe e saj përmban vajra natyral që japin freski dhe një ndjesi relaksi kur e prekim ose e fërkojmë. Aroma e saj e fortë dhe e këndshme shpërndahet në mjedis duke e bërë çdo